Cili është denoncimi juaj? Unë kam një problem, ka 22 vite, kam një problem familjar. Kam një nip dëshmorja dheut. E të monë Zënelquka. Po? Avra me 24 maj 2002. Me 8 korrik, 2002 motra ka humbur mafshit mendore, komplet. Kemi ra mëzër. Unë jam bi mosh, i moshuar. Asnjë nuk e merr në ngarkim të mos ma jep, nuk ma lyon ligje. E keni ju? Jeton me ju motra? Jeton motra është fushkruj. Në kë jeton motra? Motra fushkruj. E për, jeton vetëm? Vetëm jeton, është edhe kjo, ka qenë shtruar ke pesa. Ka qenë shtruar ke pesa dhe ato kanë arritur që ti bojnë elektroshok, mjekimet e që shkotin vetë, elektroshok, ma që është aty motra gjallë jeton. Pa? Çfarë moshë është motra? Motra është rreth 70 vjeç. 70 vjeç. Nuk merr pension fare? Me një pension e kanë zirë moshën 57 vjeç. Në pension? Pension. Po kem për këtë problem që ka? Me 70.000 lekë si nën dëshmori. Si nën dëshmori, po? Kësaj takon pension suplementar, sepse është dëshmorja dheut. Sa duhet ishte? Nuk i di për këtë, ligjin e kanë ato kanë para, po mos ma japin ngarkim. Pa. Tani nuk di se çfarë të veprojmë mbi atë. Nga ana ligjore keni ndjekur që shkoni të plotësoni të gjitha dokumentet gjëra? Po. Kam qenë edhe djetë te ministria. Shkoni ju vazhdimisht atje? Po, ku shkuar pra, ka 22 vjet që po ashtu. Këto më thonë mua se ku di se ç'më katrojnë. Motrën ma kanë zirë në pension. Po? 57 vjeç, kush e kanë zirë? Pension familjar. Shne. Djali ka qenë vrarë. Po. Kur ka dalë motra në pension, kush e kanë zirë në pension? Këtu është një korrupsion, 100% këtë, kush? Nga kush mendoni ju që vjen ky korrupsion? Nuk i di, ato që e kanë zirë, motrën ka filluar të verbohet, edhe motra nuk shikon 30%. Kush e lanë, kush e shpjan atë, një smur, unë, shtetit vejdor. Se ne e menuar me shkon azilin kështu, me këto, po... Pa, atë në të kushte ku është ajo ka të vështirë, po. Sepse ka mafshit mendore. Në asë shtetit do me vra, të m'jap jarë me shteti, mu të vrasë unë. Dhe e vrisin të? Po, në asë shteti nuk vendorë, që të bajmë, ku të lenë? Unë ne kemi fmi, kush doj fmi, një për mesa, kush doj me morë, jam plëtësisht dakord, ta morë një. Po. Ta laj, ta shplaj, ta maj. Edhe, mësënaj unë, a që të morë me la me shplaj, do ta shkoj ke mjeku, pse i kanë bojnë elektroshot. Jam mos e sigur. Para sa vite që kanë bërë këtë elektroshotin? Elektroshotin ka 2 vjetë që kanë bërë. 2 vite. Një Fatime, është beqare dy ku ajo ke pesa. Edhe i kanë bërë elektroshotin, ka shumë policia shtetit, ai s'ka bërë asnjë gjë. Ne duhem, edhe shpinë, edhe çfarë të takoj motrës ta mori shteti. Se ne nuk e duhem. Po. Nuk fare, asnjë gjysë lekun nga motrën. Ishe ke ministri të shizdim, më tha mua, më thash ai në ministri të drejtësisë apo ministri drejtësisë. Ishte një gocë aty. Unë nuk o marrë me vëzithë hanë aty ke porta, aty ke tavolina. Aja në ndëshmori. Po që që në ndëshmori, si një zë majdari, ta heshin status. Se një pjim në avran tropoj, avran me pushtin me armë. Ka mor armë në shtetit, ka shu shtetin tropoj. Kera patë në ndryrë shpejt. Po çfarë ngjarje bëhet fjalë? Po ngjarje Ka që policë? Po si më? Ka që policë? Po. Avran tropoj. Ka rënë krye detyrës? Po. Është dëshmoja dhe është e varëzë të dëshmorëve, është aty. Të shi përsi të bajnë. Unë këmë ramë zorë. Po kjo avokati i popullit thotë keni shkuar aty? Kjo avokati popullit tha mua, tha Edi Rama, tha s'na ka dhënë asnjë gjë në dorë neve. Asnjë gjë, tha ne s'kemi gjë në dorë. Çfarë thua, pse Edi Rama nga Edi Rama i ka ato punë. Ha pra. Aty s'ka rogasën aty sa kështu, unë kam hall. Nga Edi Rama varet edhe avokati i popullit? Edi Rama ka xher ligjet ka bëtu. Ato qynë me medleta. Çojna se Majdan ke vore dëshmorëve, qyën vrap si qenë rrugë madhe këtu. Po vra si qenë më thash. Aja një dëshmon, motra ime duhet lekët që ti mori t'japi shtetin, në rase i takon, ti mori. Në rase nuk i takon, t'ma japin këtu, nuk i takon. Sa e dëshërbim. Ku të ne, ajo është e verbuar, shikon 30% nga elektroshotet që i kanë barë. Por me pak fjalë, ç'a kërkon ti domethënë? Unë kërkoj
Që the Ma shtetit shkojnë. me thirr. Po. Me thirr shtetit, nomin e lej këtu. Po. Me thirr shteti, çfarë të bëjmë, çfarë veprime të bëjmë, ku ta çojmë motrën? Azili nuk e man. Shteti Për shkak të gjendjes saj si është. po më është çormë tash po verbot. Azili nuk e mban. Po, se Po. ka raport. Ajo ku ta çojmë? Psikiatri, Psikiatri po ta mbyll psikiatri motrën tim unë? qofsh është në të gjendje, Po pse ta s'ka bë krim, s'ka bë gjë. jo, në psikiatri nuk mbyllën ato që kanë Po, bërë krim. po, si pra, Ato që po. kanë nevojë për një kujdes më Po ku të ti pra, veçantë. ne i mojmë ilaç, ai nuk pitën të ilaç, se nuk ka Edhe do t'i pi, nëse mjeku vendosi do t'i pi, mjeku Mjeku, psikiatër. raportet i ka mjeku, fushruj. Po. I ka të gjitha dokumentat i ka, mjeku i ka. Ku di se që ka kasota, nuk di se që ka. Po. Kom që një qinë, Pak rëndësika, po. si kom që aty. Po. Unë nuk më në vend pashkur, unë bona si shtëpisë, tu ministrit më nesh. Unë bona si Ministri. shtëpisë këtë drejtë policisë. Më shumë shkon ti se sa ministri. Po, unë bona shtëpisë unë. Të shikë janë gjinof. Shumë. Është në ndëshmori. Ka humë aftësit mendore, qysh me 8 korrik ka ranë në spital po 2002. Për ta mbyllë tani thirrja e fundit? Dhe kërkojnë nga shteti. Po. Që të më thras, ti japi pensionin që i takon, se pensioni i takon 100%. Kështu më kanë thënë. Nuk më lonë vend në Durrëse, nuk më lonë vend masin vend, nuk më lonë vend pashkumër. Tash nuk kam, ajo nuk bëhet njëri më, se po të botë njëri ku ta gjej, unë nuk dua sleka, shtëpia, shtëpinë ta mori shteti mor. Ne s'duam as shtëpia asgjë. Vetëm Se për s'ka një, kujdesin. nuk ka asnjë nit vetin, i kanë vdekur dy çunat, njëri me aksident, tjetri dëshmor. Në qartë. Halli madh. Uroj që shteti të reagojë pas saj thirrje që keni I bërë. lutem shtetit që të më ndihmoj.